Jetojmë në Shqipëri, në një vend vogël në Ballkan, i cili ka marrë vëmendjen e gjithë botës. Jemi ai shteti i vogël i cili ka satelit. Kemi 2 satelit mbi orbitën e Tokës, të cilët dispozohet që të na ruajnë dhe të, le të themi, vëzhgojnë Shqipërinë dhe të na mbrojnë nga zjarret, nga problemet e tjera me radhë. Por ndërkohë realiteti është që zjarret fiken me gjethe ulliri. Tjetër, jemi shteti i parë në botë që kemi një ministre me inteligjencë artificiale, por realiteti është që këtu shkollat janë akoma me dras të zezë, mësuesit kanë mangësira në teknologji. Jetojmë në Shqipëri, ku rrugët nacionale janë mbushur me kamera inteligjente, me inteligjencë artificiale, të cilat kontrollojnë shpejtësinë, kuptojnë sjelljen e shoferit e me radhë. Por realiteti është që rruga është me gropa. Ti mund të prishësh gomat dhe mund të prishësh makinën në këtë rrugë. Jetojmë në Shqipëri, në të cilën flitet që është vendi me progresin më të madh drejt Bashkimit Evropian, por realiteti është që këtu në mes të ditës kërcet arma dhe të vrasin për një shikim, për një kafe, pse më preke kalin, pse më pesh trembët, për një parkim. Ky është realiteti. Pra ajo që ne dëgjojmë lart e poshtë në media është shumë e bukur për të dëgjuar dhe ne dalim shumë të gëzuar nga dera e shtëpisë. Kur dalim nga dera e shtëpisë, përballemi me një realitet tjetër, i cili s'ka lidhje me atë që pam. Dhe fundit fare që unë dua ta cek. Jetojmë në Shqipëri, ku në të cilën dikush del dhe thot të vërtetën, ai sulmohet nëpër komente, shahet e ofendohet, një lloj siç keni komentet e kjo video. Futuni, shikojeni për kuriozitet dhe thonë ti ja fut kot, smerr vesh, tërërët. Jetojmë në Shqipëri.